Më duhen dy shqiptarë të drejtësia. Dolën turqë edhe këto drejt që ta marë. Më duhet edhe një tjetër Maqedon të ekonomia. Ky Maqedon po pas ka thënë që ndjehet shqiptar, ku ta di unë. U sa punë lodhshme kjo për falësimit të drejtë, nëse nuk i përzije i mirë letrat, këtu na mbeten njerëzit pa punë. Një kartë e gabuar të djeg konkursin. Dale se ka ligj për këtë punë. E po, ligji i famshëm për përfaqësim të drejtë. Pas shumë zvarritjeve dhe heshtjeve, ligji i qeverisë për përfaqësim të drejtë më në fund u bë publik. Por sa po doli në dritë, plasën edhe dilemat e para. Ligji thotë se nuk ka më kuota, se etnia do të kontrollohet me letërnjoftim dhe se do të punësohet vetëm ai që ka merit. Por ekspertët kushtetues po alarmojnë. Pa kuota strikte etnike, ky ligj rrezikon barazinë dhe asgjëson frymën e ohrit. Në një vend ku të shohin si numër dhe jo si etni, çfarë do zgjidhje që s'ka në thelb barabarsinë e plotësi dhe mekanizma të qartë ndëshkimi, ai do të jetë gjithë një zgjidhje e gabuar. Balancuesi u hodh në kosh, por loja vazhdon me rregulla të reja. A është ligji i ri për përfaqësim të drejtë një zgjidhje evropiane, apo thjesht një letër e re me të cilën politika do të vazhdojë të luajë bigjoz me fatet tona? A do t'jap fund tregtisë me etni, apo thjesht do ta bëjë atë më të sofistikuar? Unë jam Teuta, ky është Troç. Troç me profesorin Bashkim Selmani për ligjin e famshëm të cilin mezi e pritëm që të dalë dhe në fund na qeli shumë pika për të diskutuar, profe, mirë se ke ardhur, kënaqësi. Kënaqësia është e jona dhe faleminderit për punën, suksesin tuaj që gjithmonë jeni aty ku është ajo më esenciale e kombit tonë dhe qytetarëve në RMV. Dhe ju gjithmonë jeni aty për të na u përgjigjur sa më direkt. Prof, doli ligji më në fund, pas një zvarritje të gjatë, pas ngecjes, të thomi 2 vjeçare që kush e di si u ka vepruar në ndërkohë, tani më ligjin e kemi publik, e lexojmë, e shohim dhe këtu jemi që ta diskutojmë sot. Ajo që është më interesant ose më e rëndësishme për neve si shqiptar, është që në nenin 7 dhe 8 të ligjit thuhet se etnia do të merret parasysh si sekondare, si domethënë në plan të dytë, dhe siç thot dokumenti maqedonisht, iskluqivo ose ekskluzivisht nëse të dy kandidatët që kanë konkuruar për punën kanë pikë të barabarta plotësisht, domethënë në kualifikim. A ndodh që të ketë konkurrent me pikë identike dhe sa është reale kjo si rregull? Pikërisht këtu është edhe forma, unë tash sakt për këtë pikë mund ta vlerësoj vetëm dhe leximin këtu çfarë shkruan. Po? Edhe jo vetëm unë si jurist, por edhe gjyqtarët, por edhe Perëndia mund pak ta kuptoj këtu se çfarë do të thotë baza për zbatimin e përfaqësimit të drejtë, për arsye se nëse merret këtu shifni, paragrafi 1 të realizohet bazë rezultateve, paragrafi 3 thot përfaqësimi i drejtë dhe adekuat duhet të sigurojë trajtim barabartë. Në alineën 4 thot i diferencuar bazë realizimit dhe avancimit, dhe pjesa e parë e nenit 7 thot qytetarët do të përkasin të gjitha komuniteteve. Që i bie 5 rregulla të ndryshme. Bie në kundërshtim me njëra tjetrën. Ne para herë si komp, unë apeloj të gjithë, do të thonë, fjala komunitet do të komunitar rridh nga fjala frenge që do të thotë pakic. Dhe kjo është çështja e komplet, jo vetëm e këtij ligji, por edhe ligjeve të tjera, për arsye se sjellin ligje për të dëmtuar komunitetet, jo për të pozicionuar. Dhe kjo flet kundërtën e parimit, për arsye se një ligj detyrimisht duhet të ketë 5 tipare. Të ul konfliktet mes njerëzve, të ketë zbatueshmërinë e mekanizmave dhe sanksioneve, dhe përmbajtja financiare. Një ligj i mirë duhet të jetë pozitiv, i mbështetur në traditë, histori, vlera shoqërore, mirë po mbi parimin e drejtësisë. Tash, ligji duhet të jetë i drejtë, i thjeshtë dhe i kuptueshëm, ai duhet të njihet gjithësisht, publikohet dhe të jep sqarim për të gjithë, dhe zbatimi i tij nuk mund të mbetet vetëm si
detyrë e individit dhe institucioneve që zbatojnë atë. Pra, ki nen dhe ki liq është lënë në hapësirë të një trupi koordinues, në të cilën nuk e dim kush do të jenë ata. Jo përmendet thotë se do të jetë kryeministri ose do flasim po, do flasim pak më vonë. Dakor, vetëm e kam fjalën se ligji për t'i pas këto 5 elemente, atëherë merr kuptimin pozitiv për të qenë funksional. Domethënë me këtë si është ani, për të rregullin që etnia apo vihet në plan të dytë, po bëhet ligji pas zbatueshëm. Shikoni, kjo paragrafi 3 desh të jetë i deti, i pari do të jesh në fund. Sepse ne duhet të kërkojmë thotë studenti ose nxënësi ose punësuari ose kandidati duhet të jetë i diplomuar, duhet të ketë këto, duhet të ketë këto, duhet të ketë këto. Dhe të ne tash në këtë rast ligji kërkon kur ka lindur personaliteti ose diçka që s'ka të bëje me mënyrën e shkollimit. Thonë, si është shkolluar, është fillori, është e mesmi, është fakulteti, më ato. Dhe tash to kanë një ndryshim me të cilën për momentin kanë një konfuzion. Dhe unë kam lexuar me përpikmëri këtë projekt ligj dhe këto që i parashtronin pyetjet, dhe këtë unë nuk e shoh si tërësi e përmirësimit të ligësive. Pra gjuha shqipe, ligji do të thotë ligësi, mënjanimi i ligësive. E tash, ligësit këtu nuk mënjanohen, po institucionet janë ata dhe ligji vetë le hapësirë për të ligët, të interpretojnë ato si e duan dhe çfarë forme e shohin interpretimin e tyre. Do të thëmë prof pa këto kuotat strikte detyruese, a mendoni që ky ligj do ta thejë edhe marrëveshjen e Ohrit? Dëgjoj, marrëveshja e Ohrit dhe gjitha këto ligjet më vjen shumë keq se jo vetëm ky ligj, por edhe ligjet e tjera. Të vetmin ligj që doli nga marrëveshja e Ohrit dhe që shqiptarët arritin të vetmin segment që ta kenë barabartë dhe barazinë e siguron të ligji ishte balanceri. Balanceri ishte një semafor me 3 ngjyrësh. Ngjyra e parë thotë në institucionin e kundër zbulimit apo zbulimit, sa ka shqiptar 0. Derisa të bëhet 20, për do punësimi, mjetet sigurohet, rrin ngjyra e kuqe. Kur bëhet 20, atëherë fillon ngjyra tjetër. Pra, të janë 3 ngjyrat bazë me të cilën kalkulatori e ka bërë regjistrimin dhe jep pëlqimin. Tash gjitha këto janë fshirë. Njëherë, ky ligj, tash në krahasim me balancerin dhe ligjin që do të shohim, kjo është kundërshtim me gjitha të drejtat MO. Dhe përmendën këtu thotë marrëveshja e Ohrit, ja e shihni thotë marrëveshja e Ohrit, për cilën marrëveshja e Ohrit? Vetëm një element barazi që ka pas marrëveshja e Ohrit ka qenë balanceri. Dhe tash nga momenti që rënu kjo tash akoma më shumë bie komplikime, me të cilën jo t'i rregullojë ligji, sepse nuk e ka bërë ligjin herë ndjizimin, se kjo ligj pa terren. Kjo ligj buron nga zirrat e ministrave, partive politike nga diun ku buron, mirë por nuk buron nga terreni. Terreni do të thotë, Republika e Maqedonisë së Veriut ka 26 ministri, nga cilët Ministria e Drejtësisë ka 200 punësuar prej atyre ka kaq këto, do të thonë tash ai më nuk do të vendohet, sepse vetëm këtu thotë përfaqësimi i drejtë dhe përfaqësimi adekuat. Çfarë është përfaqësimi i drejtë dhe çfarë është adekuat? Unë nuk e kuptoj në aspektin juridik, pasandaj edhe në aspektin gjyqësor. Kam përdorur fjalë me kuptim të gjerë. Jo, fjalët duhet kur thuhet përfaqësimi duhet të jetë i drejtë. Në çfarë aspekti? Shpjegoje. Po nëse nuk është i drejtë atëherë nuk është ligj. Ashtu? Me thënë këtu vetë nacionet janë të çorientuara, tash ose në përkthim, sepse i kam unë edhe në gjuhën shqipe edhe gjuhën maqedone. Po ju e keni lexuar edhe në maqedonisht? Jo, i kam lexuar edhe njërin edhe tjetrën. Po çfarë ndodh tash? Versioni i gjuhës maqedone është i komplikuar dhe kryefjalën dhe kallëzuesin e jep në fund fjalës, ndërsa këtu në gjuhën shqipe thotë gjithashtu mekanizmave mungesës për caktuar qatë monitorim. Mund ta kuptoni ju këtë fjali? Sigur e ka bërë mungesa mekanizmave të përcaktuar qartë për monitorim. Jo, fare. Po një, as ka kryefjalë, as ka kallëzues, e tash për të qenë kryefjalë dhe kallëzuesi e përbën nenin. Dhe apo më shumë fjali e përbën një nen, dhe apo më shumë nene e përbën ligji. Të gjitha nenet dhe ligjet nuk kanë rrjedhshmëri në kontinuitet. Unë i falenderoj që kanë bërë përpjekje këto, po këtu nuk është e bërë nga pjesa e asaj që unë e shoh mes këtyre rrethanave, me thënë gjitha këto parimet, që është parimi i drejtësisë, barazisë, përfaqësimit, përgatitjes profesionale, sepse ne kemi dhe ligjin e punës. Ligji i punës thotë, i përcaktohet këto
mënyra pregatitja, fakulteti, kredia, masteri, doktoratura, gjitha këto pregatitjet kineni ka të çrroditëra dhe unë besoj që nëse flasim si të rësi, ligjvënësi këtu i ka vullnetin e keq. Do me thënë, me këtë që e kemi sot në dorë, nuk përjashtohet mundësia që një drejtor Maqedonas, pa kuota strikte, pa detyrime, pa mekanizma detyrues pra ligjore, që një drejtor Maqedonas mund edhe mos punsoj asnjë shqiptar në institucionin e vet, duke u arsyetuar me atë gjën e parë që ka ligji i tallishëm, që është meritokracia. Mund të ndodh pa asnjë problem, nuk garanton ligji që Shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Mbi 100 me 1, 87 me 1, shkonin në armat, shkonin në polici, shkonin në gjithë institucionit. Do shihni është 80 me 1, 90 me 1, 74 me 1, 80 me 0, 64 me 0. Ishme me mira njerëz që janë pësuar këtë vakumin tash para secillit ligj. Po të ishim ne të sinqert në ligj, sepse nga momenti që gjykata kushtetuese abrogon një ligj ose tërheq, atëherë vakumi kohor detyrimisht duhet të jetë asnjë punësuar nuk duhet të kishte. Domethënë gjithë ato punësime që janë bërë aktualisht do shpallen të pavlefshme. Këto 2 vitet e fundit. Po, 2 vitet e fundit. Prej atë deri tash, domethënë do shpallen pavlefshme, sepse balanseri dhe ki ligji, domethënë këtë vakum, këto janë të punësuar gjithë në mënyrë të paligjshme. Unë nesër të bëj një krahasim dhe kundërshtim të këtij ligji te marrëveshjore në nivel ndërkombëtar, me të cilin ajo vetëm element i jep barazin, domethënë nuk lejonte as Maqedon të fusën dorë, as shqiptarët të fusën dorë, as të tjerët. Dhe çfarë bën ato? Ndryshuar nacionalitetet mes vete. Po dhe kjo po të ndodhte, edhe kjo është vetëm një mashtrim publik. Nuk është e vërtetuar në aspektin gjithësor. Nuk është e vërtetuar. Dhe çfarë ndodhi? Në vend që të kapeshin keqpërdoruesit, që kanë bërë keqpërdorimin e këtij tipari dhe të burgoseshin, këto keqbërës prodhojnë ligje. Njëjtën e kemi situatën tash të prokuroria speciale, ajo u themelu për të luftuar krimin dhe krimi e gëlltiti prokurorinë speciale. Njëjta gjë është dhe këtu. Dhe prandaj nuk janë gjërat që mund t'i themi, sepse gjithë ato punësime të vakum që aktualisht janë bërë, do shihni që mes të tovës 10 inspektor kanë punësuar në Maqedonë. E paramendoni tash po të ishte një ministër shqiptar që punësonte 10 Maqedonas brenda një dite, Ministrinë e Punëve të Brendshme ose në ekonomi ose diçka tjetër në prilep në instrumic, çfarë do të ndodhte. Prandaj dua të them se kjo formë është vetëm një lejthim për të ikur nga elementi barazis që garantonte marrëveshja e orë. Mbetemi aty te ajo që thatë se e përmendët pak në përgjigje që i ngatrun etnit mes vete. Kishte edhe raste kur deklaroheshin sipas shefit sa për të përmbush, domethënë keqpërdoreshte ligji edhe në këtë mënyrë. E tani ky ligj thotë që etnia do të kontrollohet ekskluzivisht përmes letërnjoftimit, përmes dokumentacionit. Po nuk e parashet në letër njoftimit dokumentacion. Kështu shkruan. Për letër njoftimit për çështjet që ka të bëjë drejt për së drejt, ato i kanë fshirë. Nuk shkruan pastër shqiptar. Ka që shkruan dhe që nuk shkruan. Vetëm me kode speciale, kanë ato që ne nuk mund t'i lexojmë. Në ato kode mund t'i përkthejnë ata si duan. Ja për shembull këtu që thotë Neni 6. Çdo qytetar ka të drejtë të deklarohet lirisht për kacin e tij në të cilit komunitet. Ky e drejtë ushtrohet individualisht ose bashkë me qytetarët e tjerë që i përkasin të njëjtit komunitet tjetër. Bashkë me qytetarët e tjerë mund deklarohet ku i përkasim. Çfarë nuk kuptoj me këtë? Jo. Shkojmë më tutje, deklarimi për kacin etnike është vullnetare. Pse do të jetë vullnetare, më Allah? Nuk ka falë mu Zoti vullnetarisht? Ka falë shqiptar dhe i këtij vdes. Se tash edhe më keq mund bëhen. Ja në mënyrë vullnetare unë do të them, jam pak jugoslav, pak maqedonas, pak turk dhe pak shqiptar. Varet kur kjo do ishte vullneti im. Kur më përshtatet njëra, zgjedh kur përshtatet tjetër. Qytetari ka të drejtë të deklarohet për përkatësinë ndaj asnjë komuniteti, mos deklarimi i qytetarit nuk mund ndikojë në ushtrimin e të drejtave, pozitën e tij. Unë nuk shoh as krye fjalës kollëzuese. Shumë keq që ka e përkthyer i tërë teksti. Po, a më ndëgjoni, tash te përkthimi, pse është mjeshtria e ngulfaqjes së të drejtave. Do të shihni të marr vetëm një segment, çfarë u ka ndodhur 4 vite e gjysmë deputetëve shqiptar.
në marrëveshjen e orit thot në interpretimi, deputeti ka të drejtë ti drejtohet institucionit. Në gjuhë maqedone është deputeti ka të drejtë dhe se obrati. Obrati nuk kupton tash vaja punë me shkres, edhe ju më përgjigjeni me shkres. Kjo është obrati. Ato i bën 4 vite e gjithë shqiptarë drejtë se kam reaguar, thonë, o dashur deputet, nga dalë se në marrëveshjen e orit shkruan se deputeti ka drejtë ti drejtohet, ato i bën deputeti ka drejtë të flasë, të zborohet. Tash njëta këto janë të qëllimshme. Që të ketë vrima në ligjësi. Po gjithmonë këto, përsa ndaj do të shohin. Kur do të pëlsohet Maqedoni i thot, po vullnetin thot, ki ka drejt tash është akoma më shumë lirike në dhënë. Sepse thot, kjo lihet në vullnetin e lirë. Të deklarohet si të duash. Po si ligji gjithashtu vazhdose nëse... Jo më vazhdimin. Që do deklarohem unë bullgar. Vullnetar. Po jo më smir kush e vullnetarisht. Po jo do deklarohet dikush bullgar. E kuptoj. Me thënë kjo do ta shohin ose tërbesh mund të deklarohet ose në të tjera. Me thënë ki vullnet i lirë nuk mund t'ju me vullnetin e lirë ta leni të qytetarit, vullneti i lirë i qytetarit dhe i grupit të qytetarëve. Me thënë prandaj unë personalisht vetëm për hir të juaj, sigurisë juaj dhe respektin që kam edhe për media në përgjithësi, sepse këtë ligj nga momenti që mora edhe në gjuhën maqedone, edhe në gjuhën shqipe, me shumë mërzi e kam lexuar, vetëm për hir tuaj dhe për hir të opinionit në përgjithësi, mirë për shqiptarët, jo që nuk duhet ta pranojnë këtë ligj. Për shqiptarët duhet të protestojnë dhe në çdo mënyrë ta kontestojnë marrëveshjen e orit, detyrimisht të kthehet elementi i neutralitetit, siç është balanceri, sepse aty as shteti së ndërhim, as ne nuk mund ndërhim, as Maqedonia as nuk ndërhim, vetëm elementi i vetëm ne shqiptarët që kemi fituar nga lufta është balancuesi, sepse është mekanizëm i paguar me miliona euro dhe tash ki liq, tash po të shkojmë të në 9 të koordinuar, trupi koordinues për ndjekjen e përfaqësimit të kështu me radhë. Dhe tash ky trup koordinues fillimisht nuk i dimë kush janë njerëzit dhe sa i kanë mandatet, çfarë funksioni kanë dhe çfarë subjekte do t'i përkasin këto. Po, më duket është të cekur. Do qëndrojmë edhe pak te balancuesi tani. Vetëm sa të përmbyllim këtë temën e deklarimit etnik, domethënë nëse gjithashtu në ligj qëndron kjo, nëse një person kapet duke gënyer që i përket kësaj etnie ose tjetrës, dënimi është, sipas paragrafit 6, është refuzimi i konkursit, pra përjashtotja konkursi dhe ndalimi për 3 muaj. Shumë butë, profi, Jo, shumë butë. Kjo bëhet thjesht për t'i shpëtuar keqbërësit. Ashtu. Sepse keqbërësit e prishën edhe balancerin. Ne mend kësaj kategori. Tash nesër kur do vjen një parti tjetër, subjekt tjetër, da ketë shumë lehtë dhe thosë se ky ligj është keqpërdor. E kuptoni ju, ligji prodhon ligësi në Maqedoni. Qartë. Këto janë ligësi në aspektin ligjor, sepse unë në fillimi përmenda 5 elementet për qenë ligj. Për qenë ligji mirë. Ashtu, për qenë ligji pozitiv, për t'i plotësuar gjithë ato kriteret, të ketë, sepse ligjin ne mund ta bëjmë komplet. Mirë po, nëse ai ligj nuk është parapar që të sigurohet në bazë di komponenteve bazë, e para është ana financiare dhe dita është ana e sanksioneve. Dhe kur ne sankcione veç njëherë mos ketë drejt të kërkojë, nuk është sankcion, po është emitim i sankcionit si i bëjnë gjithmonë ligjit këta në përgjithësi. Në fillim të ligjit shkruan që ky ligj është hartuar pikërisht sepse gjykata kushtetuese ka rrëzuar balancuesin. Pra që të vën një element ose një mekanizëm të ri që ndoshta do ta kishte zaventësuar balancuesin. Por ligji përsëri përmend përqindjet e popullsisë nga regjistrimi i fundit si referencë. A ka gjasa që gjykata kushtetuese ta rrëzoj edhe këtë ligj me të njëjtin argument që shteti nuk guxon të mbajë evidencë apo kritere etnike për punësim? Gjoni, nëse merret tash balanceri, nëse merret ky ligj, nëse merret ligji për regjistrimin e jo rezidentëve dhe rezidentëve, tash brenda këtyre ligjeve, në sirin real, ne lexojmë se politika shtetërore insiston që nëpërmjet këtyre ligjeve dhe nën ligjeve
të nxjerrë në sipërfaqe shtetin Maqedonës, nacionalitetin Maqedonës dhe gjithçka që është Maqedonë. E kuptoni ju? Këto është baza e të gjitha ligjeve me të cilën vullneti i ligjvënësit është vullneti i keq. Se po tjetë vullneti i mirë i ligjvënësit, atëherë në atë formë nuk do të ketë asnjë problem. Po gjitha ligjet, ju shihni se është tash në kjo qeveri, mu vjen shumë keq edhe për subjektet tona, atë shumë ta janë duke ndryshuar, duke goditur, ne kemi dal nga ajo që është më elementare për ta si teori që vlerësoj këta. Dhe tash çfarë ndodh? Kush janë këto njerëz që kanë bërë këtë ligj? Kush janë njerëzit që e bën ligjin për universitetet? Asnjë nuk ka profesorë në universitet. Kush është ata që e bën ligjin për regjistrimin, që është një nga problemet më të mëdha, mos largohen nga tema, dhe gjitha këto fshirje. Nëse tash ne i marrëm si kronologji të shohim gjitha këto ligjet, ai nuk kupton që faktori shqiptar drejt për së drejtë përgoditet në forma të tjera. Po ashtu, për t'ju plotësuar për në 6 dhe 7 ku e përmendet aty, ligji nuk parasheh avancimet. Sepse ju dëshini vetëm punësim, po ku duhet punësohen? Nuk i ndahen ministrejt, për shembull. Ju thot keni të drejtë të punësoni në administrat. Po ja unë dua të punësohem në organet e kundërzbulimit dhe zbulimit. Nuk do? Dishtilla bas, ose të njësia speciale e tigrave, ose të njësia speciale e sigurisë. Ka shumë Kjo nuk elemente tjera. përfshihet, administrata nuk i përfshin të gjitha... Po pse ta ndaloni ju atë? Me thonë, prandaj është problemi, sepse ligji duhet të marrë dobësitë e ligjit paraprak dhe t'i plotësoj, të përmirësohet, të eliminoj konfliktet, sepse ligji thotë, nëse edhe një individ nuk pajtohet me këtë ligj, se ky ligj do sillet në emër të qytetarëve. Dhe ne kur i shohim se gjysma e qytetarëve janë të irrituar me këtë ligj, sepse atë të drejtë është fituar nga lufta dhe ju tash atë të drejtë e lakoni në interesin se si i konvenon në pakicës ose shumicës. Dhe prandaj është mendim ndoshta edhe personal, shqiptarët detyrimisht duhet të krijojnë një trup koordinues juridik, i cili do të udhëhiqeshte nga fakultetet, që të jetë i pavarur ai, dhe ne të përplasemi drejt për së drejti me argumente dhe prova. Sepse, ju shihni tash për çështjen e financave, këtu thot nuk përmendet mënyra se kush do të financojë dhe çfarë detyrimi mban. Po çfarë ndodh nëse te ju ose te ne ose një ministri i caktuar nuk ka printer dhe nuk ka letër? Kush do t'i paguaj? Thjesht jo, ai do të thotë se nuk s'kemi parane, nuk harxojmë, po. Shpeshherë ju e keni në dogana. Vin thot garazh sistemi. Po garazh sistemi elektronik shkruaj me dorë. Vin shkruajnë për institucione. Gjithmonë unë pata raste dhe shumë të tjerë kanë. Shkojmë ta marrim një vërtetim. Ai thotë falni thotë, jo po harxhon toneri sepse gjithë institucionet e them të me simbolik. Se qytetarit i humbet një drejt. Dhe tash këtu shumë procese ka që ligji lë hapësirë. Dhe këtu jo që ka hapësirë, po tash edhe gjithë të drejtët që duan të jenë të drejtë, vetë ligji krijon padrejtësi dhe prodhon ligësi. Do qëndrojmë përsëri te kjo fjalia kryesore. Prof, pyetja paraprake ishte që ligji do bazohet tek të dhënat e regjistrimit të fundit. E tash nëse ligji i ri bazohet në regjistrimin e popullsisë, a nuk rrezikojmë që çdo 10 vjet të ndryshojë administrata varësisht nga lëvizjet demografike? Po pikërisht te çështja demografike është jashtëzakonisht problematike. Unë përmenda tash këto që parashtrohet pyetjen ju shumë qelluar, mund të shifret edhe në prizmin shqiptar, edhe në prizmin Maqedonas, por edhe në prizmin e gjendjes faktike. Tash, kur është për të drejta dhe punësime, minimizohen ose ulet përqindja. Nga në tjetër, kur është për vota, gjithë ringjallen të njëjtë. Me thënë, kjo është mekanizmi që nga momenti, kur është themelu Maqedonia, është themeluar në padrejtësi. Se me themelsinë e saj, ju dini marrëveshje që ndodhi mes 3 presidentëve të atëhershëm dhe mbi 120.000 mbetën pa shtetësi. Dhe tash po ashtu kemi shpërnguljen e madhe të qytetarëve me të cilën vinë shtetas të huaj të trajtuar që është marrëveshja ndryshme që i dim ne me sakt, bëhet fjalë mbi 38.000 që kanë fituar shtetësitë Maqedonisë, flas për nacionaliteteve
që nuk janë shqiptarë. 38.000, nuk e pas këtë informacion. Për sa të cilët kanë hekur nga Maqedonia brenda 4 viteve, për fjalë, dhe edhe një shtetësive të re që jepet shtetasve të cilët deklarona muslimana, turka, shqiptar, nuk e di si, mirë po është problemi që ka një goditje paralele të danave statistikore, me të cilën shpeshherë me ligjin e ri për regjistrimin ekskluzivisht fitohet e drejta e fshirjes nga regjistri am i shtetit në aspektin administrativ, njëse shtetasi nuk ka bërë veprime juridike brenda 6 muaj ose brenda 1 viti, dhe kjo i ngjason çështjes së presheve, se pas saj shumë shpejt gjitha ato pronat që i kanë mund të kalojnë në pronësinë e shtetit. Të humbin gjithçka. Nga ajo që është më bazike. Po, lidhen të gjitha gjërat, po. Ne këtë e them unë në mënyrë të pavarur për të kuptuar, sepse kjo që e themi ne tash aktualisht, me gjitha ligje që po ndodh, shihniu, nga momenti kur ndrohen qeveri, do të mbështeten në të arriturat e qeverive paraprak. Të arriturat e paraprak ka qenë për ne shqiptarët Belenceri, ka qenë, universitetet kanë qenë, të drejtat e gjuhës në realizimin praktik në formën ashtu si e parashë ligji, dhe tash këto tipare godite. Po unë jam shumë i bindur se nuk godite nga maqedonasit, por nga strukturat e huaja që nëpërmjet ligjit provokojnë durimin shqiptar dhe destabilizojnë vetë shtetin. Cila është destabilizimi i vetë shtetit? Dalja ose rrjedhja e informacionit nga vetë presidenca. Sepse ne nuk jemi shkaktar, ne maqedonasit i pritëm 20 decenije për ta ndëruar emrin në mënyrë më korrekte të mundshme. Po. I pritëm me ato me shumë viktimizim. Ne i pritëm për të aderuar në NATO. Aderoj gjuha Maqedone, gjuha Shqipër në shkalua. Dhe kështu me radhë. Me thënë nuk ka asnjë segment, ato në mënyrë vullnetare duhet të plotësojnë gjitha këto ligje. E jo të bëjnë, kjo vetëm unë nuk se është mos shprehem se ka shumë nocione juridike që janë të ndryshme për t'i thënë në aspektin publik, po nga momenti që nuk është i qartë ligji, krijon amulli dhe duke ditur nacionalizmin shtetëror, të cilët mund të ketë. Edhe unë jam nacionalist për kombin tim, edhe thom me mburje për të mbrojtur dinjitetin tim. Mirë po, nacionalizmi mbetet vetëm i tillë. Atë Maqedonasit ndodhte kundërta. Ato nacionalizmin e tillë e shprehin nëpërmjet ligjit. Ja pa kryetarin e gjykatës kushtetuese. Oficializojnë. Jo, në mënyrën kur jep deklaratën, thotë keni 24 përfshirë. Pa i thotë eliminohet hiç gjuha shqipe. E kur thotë kështu, ai prek ndjenjat e 20 milion shqiptarëve, ose tash e pa më për ministrin e drejtësisë. Asnjëherë thotë, po më fal, ti me cilat taksa vin dhe vozitesh? A haron se ato buxheti i tij mbushet edhe shqipe dhe maqedonisht? Nuk do të na tregojnë pse nuk lejohen dhe cilët shkaqe nuk e lejojnë. Unë ju garantoj. Praktikisht. Po. Jo thotë unë nuk dua, po më fal. Jo nga e sill ti atë shtetin, e sill nga tatim paguesit e tua. Ashtu. Më thënë, janë disa gjëra që unë besoj, me që është ky ligj edhe nëpërmjet studieve tuaja, do të jetë mirë që të propozojmë të ketë komisione juridike. Komisionet juridike dalën edhe sqarojnë. Dhe themi, ja, për shembull, unë kam këtë bindje, dhe çfarë duhet plotësohet dhe çfarë duhet. Ligji, çfarë kuptimi ka ligji? Ligji ka kuptim ta lexoj gjendjen faktike. Ja sigur tash ne këtu e bëjmë regjistrimin e komplet inventarit, dhe i themi, ne kemi du kompjuter, ashtu, mirë po na do dhe katë. Ashtu, kaq. E këto nuk mbështeten këto. Edhe si nuk mbështeten, sepse ja tash për shembull kur i sullon për shkollat fillore të mesme, mbi 40.000 kompjuter. Nuk e din ku janë ato. Mund të kesh tregtuar, abuzuar, zgjisuar kështu me radhë. Me thënë ligji do të jetë precis, do të kërkoj detyrime, sikur kërkon nga qytetari, një do të kërkoj edhe nga institucioni. Këtu tash institucioni dhe barësit institucional dhe funksional, këto i shkelin, vazhdimisht i shkelin ligjet, sepse këto shkelin drejta kolektive, drejta kombëtare shkelin ndaj nesh, dhe ato nuk e parashë se dikush duhet përgjigjet. Edhe për formën e individuales që realizohet nëpërmjet ligjit dhe nenit, ai unë kom pas rast që tregova unë para disa ditëve për ligjin e këtë... Arsimit të lartë? Jo, për gjithësori, për edhe për arsimin e lartë. Ti është më thënë individ, drejt sa ti mine si subjekt edhe si individ, ju së në boni asnjëherë prokurorës si gjyqtar. To ma ka thënë individ, po kështu ndodh edhe kështu u bë.
Pse? Sepse individi del mbi ligjin, del mbi institucionin, dhe këto ankimimet nuk më lejon ligji ne kujt i drejtohem. Ja për shembull, marrëveshja Po ne kemi përfaqësues shqiptar në qeveria, nuk na përfaqësojnë sado pak ata që mos të na shkelet deri në këtë pikë dinjiteti. Dëgjoni, këtu është e para, ne tani më u bën 3 decenje dhe ka një disbalans mes taksës, ne detyrime japim 100% detyrimeve ndaj shtetit, ndërsa shteti na jep të drejta vetëm 20%. Me thonë është drejta e kufizuar. Drejtat natyrore nuk janë statistik. Drejta natyrore është dinjitet. Po pra. Drejta natyrore është frymëmarrje. Drejta natyrore është nëpërmjet ligjit ngren dinjitetin se menjanon ligësi dhe delikti. Kjo i bie tash ne të jetojmë 20%. Po mirë, jo dakor. Të frymojmë 20% si thatë. Ashtu, nëse frymojmë, po edhe taksat ne duhet t'i paguajmë 20%. Ashtu i bie. Unë këtë apeloj, gjithë qytetarëve, shqiptarët në mensioni, sepse ligji pozitiv dhe konventet ndërkombëtare thonë, sa ke të drejta të keq detyrime. Është parim. Ashtu, pasi kemi 20%, të paguajmë 20%. Edhe taksat ne do t'i japim 20%. Shumë e drejtë. Jo e drejtë, po kjo është e drejtë faktike, me të cilën ligji nuk e le. Thot ne te presidenca sponsojmë asnjë shqiptar. Okej. Rregull, atëherë presidenca pse ne do ta paguajmë? Njësi speciale. Pse ne duhet sa to mbahen me taksa paguar qytetar? Këto tash kur i marrin taksat nuk i shohin a janë shqiptar apo jo. Parat kur i marrin. A kur janë drejtat? Nuk i intereson. Atëherë nacionaliteti askund bobe nuk përdoret nacionaliteti. Nuk mund dalë liç mbi diplomën. Nuk mund dalë liç mbi aftësitë individuale. Po thot që meritokracinë do ta ketë si parim të parë, po. Çfarë nuk kupton me meritokraci? Meritokracia nuk kupton çfarë vepra do të bëj ai që ka mbaruar fakultetin. Çfarë merite ka një jurist i diplomuar? Çfarë merite ka? Për shembull, kur të konkurrojë ai 5 vjeçar, 7 vjeçar, 10 vjeçar që janë pa punë dhe ato janë diametralisht merita. Çfarë nuk kupton me nocionin merit? Merit do të thotë tok kritere. Pa merita kjo, konstitucionaliteti është kjo. Ktu asgjë nuk ka të konkretizuara, po jo vetëm një term i përgjithshëm. Nëse nuk është ligji decid, i sakt, i qartë dhe i kuptueshëm, nuk ka ligj. Qartë. Dhe tash ne më shumë merremi me mendsinë maqedonase. Unë ndjem keq kur du merremi me mendsinë. Çfarë njeriu duhet të jesh që të shkruash një gjë të tillë? Do të thonë merrni mendsinë. Atë sa më shumë që krijohet amulli, aq më tej ligji prodhon padrejtësi. Dhe nuk duhet jemi ne pjesë të këtij padrejtësimi. Prandaj deputetët shqiptarë kanë shumë përgjegjësi. Për momentin, që të refuzojnë aty më herët apo jo? Ka pas edhe shumë përgjegjësi. Unë ju përmendi vazhdimisht edhe marrëveshjen në orën që kemi bërë gabimin fatal. Ne jemi një kom që mi dalë nga lufta, kemi humbi identitetin kombëtar se jemi pagzuar në përqindje. Dhe kjo është në asnjë botë, në asnjë vend nuk ka kombe që të trajtohen si të tilla. Dhe çfarë ka ndodhur? Problemi është se nuk i lexojmë në ligj. Ligji duhet lexohet, duhet plotësohet, po nuk e bëjnë deputeti. Po jo se deputeti shihni deri tash pjesa dërmuese që kanë bërë ligjet kanë qenë mjek. Te Maqedonasi nuk ka mjek që bëjnë ligj. Juristi do të bëjë jo vetëm juristi, por e bëjnë juristët më të mirë. Ekspert, po. Kretë vlin nga fakulteti juridik, ka njerëz që kanë mbi 80 vjet, 90 vjet, janë në njëjtat komisione, të njëjtat vende. Dhe prandaj ligji këtu duhet parashifet bërja komisioneve, se nëse merret nacionaliteti ose parimi, atëherë bëhet në çdo komision, në çdo ministri që ka komisione, edhe aty do të jetë elementi i barazisë. Jo vetëm si numër. Unë jam i numër po su ministrin e drejtësisë, po Ministria e Drejtësisë për shembull ka 29 komisione, dhe ato 29 komisione s'ka asnjë shqiptar. Si dhe him në aty në ashtë komisione? E kuptoj. Avancimi si dhe bëhet? E kuptoj. Janë gjëra. Nuk janë të konkretizuara, të precizuara. Prandaj nuk dua detaje për hir publikut se shpeshherë. Shumë mirë. Jo, shpeshherë ndodh kur bëj interpretimin si studiues i këtyre materieve, me të vërtetë ndjem shumë keq. Dhe kur them shumë keq, përsëri ndjem që këto letra mos jenë para meje dhe duhet grisen, po të jem ndjenjen e realitetit. Ta shprehni vërtet si ndjeni. Jo, sepse kjo është përbuzje dhe nënçmim. Se gjithçka që ofrohet shqiptarëve ne e gëlltisim. Prandaj unë mendoj, shumë jam i lumtur dhe i gëzuar që tani më në Maqedoni bota ka ndryshuar dhe ligjet do ndryshojnë, sepse studentët janë në rrugë. Pikërisht për këto padrejtësi dhe labirinthe ligjore
që ne i njohim sakt dhe shumë mirë. Ka ndryshuar kohrat. Do prekim tani trupin koordinues, që e përmendet pak më herët, që është edhe një problematik që ju e vut në pa, po edhe për mua që nuk jam juriste, më duket e çuditshme që ky ligj do të ketë një trup koordinues, ku pjesë do të marrin zëvendës kryeministri, ministri i administratës, ai i financave e tjerë, po thot kështu. Ky trup duhet të vlerësojë nëse institucionet po e zbatojnë ligjin. Praktikisht, ministrat e qeverisë do të kontrollojnë ministrit që i udhëheqin vet. Pse nuk u krijua një agjenci tërësisht e pavarur, apo me ekspertë të jashtëm, por u ala në dorë politikanëve që t'i bëjnë raport vetës? Po, nga pavarësia e Maqedonisë është bërë vetëm politik, mirë po, kur politikanët dhe politika bën ligje, nuk hapen varet, se po të gabojë një mjek, hapen varet. Po kur mjekët, kur jo adekuatet, bëjnë ligje, atëherë ligjet janë ligësi. Dhe këto ligësi, që i themi në përgjithësi, janë institucionet ato që prodhojnë padrejtësi, janë institucionet ato me të cilët, ja shihni këtu për hir të kohës, thotë njëkohësisht parashikon mekanizme për ndalimin e keqpërdorimeve eventuale me qëllimin e sigurimit të integritetit procedurave dhe sigurisë juridike. Mëtej, vendoset një kornizë institucionale përmes formimit të tij një trup koordinues i cili do të ketë kompetenca për monitorimin, analizimin, avancimin e politikave në këtë fushë. Për politikë bën ligji. Me këtë sigurohet një qasje sistematike dhe koordinim nëpërmjet institucioneve. Çfarë bën koordinim institucioneve? Ministria e Drejtësisë mund të punësojë te presidenca, çfarë koordinohen këto mes vete? Nuk e kuptoj. Këtë që shkruan flas. Koordinohet nëpërmjet institucioneve. Çfarë do të koordinohet? Cilit institucion? Nëse duhet ky ligj të koordinohet, duhet të koordinohet vetëm me gjendje faktike që në këtë rast është enti statistikor. Enti statistikor dhe këtij ligji duhet të shtohet edhe një nen pozitiv me të cilën thotë të bëhet gjendja e numrit të punësuarve në RMV. Për shembull, nëse ka 26 ministri nivelin e mbrëmshëm, nuk e parashih as pak nivelin e ambasadorëve. Për shembull, 48 ambasadorë, sa të jenë shqiptar, sa të jenë të huaj. A vlen kjo? Nuk vlen, nuk e shoh drejt tash. Pasandaj konsuj. Sa ka? Do të shihni 1000 janë konsuj, shumë pak janë konsujt, as pak nuk janë. Është çështje të sigurisë, diplomacisë, kështu me radhë, me thënë, përveç se nivelit brendshëm, duhet parashihet në nivelin e jashtë. Prandaj duhet të tre nene, që mendoj se unë jam pozitiv, unë kam bërë gjithë ato për periudhë kohës, duhet të bëhet një herë para injizimi tërë situatës. Ky ligj në nenin një do të thuhet kështu, të injizohet gjendja faktike, sa institucione ka në RMV. Në gjitha institucionet, si është gjendja faktike, sa Maqedonë, sa shqiptar, nga e din ligji, në këtë rast ligji nuk din. Përse dhe veprojë ky ligj? Pse është ligji? Nëse përmison gjendjen e nacionaliteteve, ligji vetë nuk e din. Dhe prandaj të thosë, ligji të thotë, në bazë të kësaj, janë 26 ministri, nga cilëve, Ministria për Punë Sociale, Ministria e Drejtësisë, ka 200 punësuar, janë janë për to, dhe të është ka nevojë. Dhe në bazë këtyre rrethonave, thotë, nëse në Ministrinë e Drejtësisë janë të plotësuara, atëherë ky ligj do të drejtojë që të jenë të punësuar në institucionin e presidencës, zbulimeve, kundër zbulimeve, institucione. Ne kemi 5-6 institucione që akoma janë pa prekura. Pa prekura. Atëherë, pse ne duhet pagojmë taksa për këto institucione që nuk na shërbejnë? Sepse ligji gjithashtu po thotë që aty ku është mbushur kuota e punësimit, nuk do ketë më punësime të reja mbi bazë të etnisë. Ama jo, veç pak. Ta e din domethënë se jo, po si thotë veç pak. Dhe kjo pjesa që është mbush. Është mbush vetëm si numër, se institucioni apo hierarkia institucionale, çfarëdo, ja ta zëm një ministri ose është ministri, është nën-ministri, është zëvendësi, është hierarkia. Ato vetëm janë, po ato mund të jenë pastrues, mund të jenë teknik. Vetëm numër. Mund të jenë shofer. 200 njerëz ky institucion ka. Ajo vetë është si numër, po nuk e trajton, nuk e dallon. A o pastruesi është tekniku, çfarë është? Ashtu. Dhe shihni elitat, majat
institucioneve dhe komisioneve, ne kemi as pak dhe këto duhet të përgatitet. Nëse në shtet ka mbi 105.000 komisione, varësisht nga ministri, gjithë duhet të jenë shqiptarët. Prandaj dhe politika shqiptare unë besoj që duhet ta ndërrojë qasje. Çfarë ndodhe me këto raste, nëse ma pranoni kështu si ide? Patjetër. Partitë politike shqiptare do t'i thonë bashkëmaqedonasve dhe kryeministrit, po t'isha unë, nuk duam këtë mandat asnjë ministër, asnjë drejtor. Okej, çfarë duam? Duam, nëse kemi 28 ministri, dahen gjithë. Ministria e Drejtësisë ka 100 punësues, 50 maqedonës, 50 shqiptar, sakrifikojmë drejtoritë dhe ministrat, po t'jemi kombëtar. Po ku sakrifikojmë, ne ku dim të bëjmë të se jemi individualista. Atëherë, se ne kur kemi institucione, themi gjuha shqipe të jetë zyrtare në për institucione. Por kush ta flas gjuhën shqipe në presidencë, kur s'ka ose ka pak të punësor ose as pak ose simbolik. Prandaj edhe po të jetë gjuha shqipe. Unë jam shumë i bindur se po të jenë institucionet me elementin e bashkëbarazi si parashe marrëveshjeorit, atëherë gjuha shqipe do flitet edhe pa ligj. Që ti do bësh gjuhë shqipe. Natyral do vije, se kur je në kolektiv. Me thënë, prandaj e drejta natyrore dhe e drejta ligjore bien kundërshtim me një. Pastaj kemi qelluar edhe ne, se shpesh ne bëjmë identifikimin dhe ku janë dobësi. Ja këtu janë dobësi. Ne përballemi me individ ose pala maqedonase është nacionaliste dhe pala shqiptare është tolerante e tërbuar. Pra nuk ka një mes. Tolerante e tërbuar? Tolerante e tërbuar, për sa gjë si intereson. E të pronë me tolerancë. Tolerancë e tërbuar, dhe thotë se edhe ato po të ishin më të kuptueshëm, po të ishin më detar, ato nuk e rënojnë shtetin. Se tash rënohet shtetin edhe neve kjo jemi keq. Ne në aspektin ekonomik kemi qenë barabar me Sloveninë. Unë shpesh herë i përgjigjem edhe nacionalizmit Maqedonas. Nuk është patriotizëm ta vjedhë shtetin. Patriotizëm t'i ofroj shtetit pasuri, t'i japësh liri, t'i japësh respekt dhe t'i japësh dinjitet. Pse ikin të rinjët? Ikin për dinjitet dhe për barazi dhe trajtimin e unit. Dhe këtu në këtë mes, pikërisht, të gjitha ligjet që janë sjell në dëm të mbulimit, sepse kjo amullia kur ndodhet kështu, sepse shteti, ju e dini, Maqedonia është një nga problemet bazë me të cilën krimi dhe korrupsioni në ka nivelin shumë të lartë. Dhe tash për të mbajtur atë neutralitetin mos ka pjesë autorëve, vazhdimisht sjellin kështu ligje dhe ne merremi tash me këto probleme. Jo pse duhet gjuhën shqipe të ma njohim u dikush. Ma ka njohur Perëndia, ajo ma ka falë. Dhe tash, kur ti se respekton gjuhën time, pse unë duhet tash ta respektoj ose ta imponoj? Unë prandaj edhe them, gjuha maqedone dhe maqedonasi e kanë lëkurën e tyre çfarë u bën bota. Ne nuk e bëjmë gjë të tillë. Prandaj u themi, gjuha jonë të zbukurohet bashkë me gjuhën tuaj. Kaq. Vetëm mund zbukurohet me gjuhën shqipe çdo gjuhë tjetër. Është burimi i të gjitha gjuhëve. Prandaj kjo është ajo qasja edhe jona e përgjithshme. Ja për shembull unë. Pra si përfundim, ligji do t'ju shërbejë më shumë partive politike. Po edhe atyre që e kanë krijuar sesa etnive. Nuk ka të bëje me etni, nuk ka të bëje me profesionalizëm, nuk ka të bëje me parimin e cilësisë. Sepse parimi cilësisë, ai nuk thot këtu, thot kandidati duhet ta ketë notën mesatare .9, duhet të ketë punimet këto, duhet të ketë përvojën, duhet të jetë në strukturë të caktuara më të gjore. Shpreh vullnetin, shpreh. Do të thonë nuk mund të jetë ligjërisht. Unë prandaj propozoj publikisht u them. Ja, edhe shqiptarëve, edhe subjekteve tona, ju drejtohem, le të na thirrin neve, ta krijojmë një më shumë se kur kombi shqiptar ka nevojë për një trunk juridik. Unë vjen shumë mirë që sot gjithë e kemi kuptuar se e keqja e këtij shteti vjen nëpërmjet ligjit, nëpërmjet të ligteve, nëpërmjet të ligteve krijon ligjësi me ligësi për të dëmtuar interesin tonë. Prandaj ne duhet të sqarohemi me ato dhe me palën tjetër ta bindim, ta argumentojmë se drejta frimare se është drejt natyrore, dhe nuk varet me vullnetin e tyre. Ne do të kemi të drejtë asa jemi taksa pagues. Dhe këtu mbaron gjithçka, nuk është asnjë problem. Dhe këtë mendsinë, sepse edhe shteti, edhe ligjet, kur ka dobësi për diçka, nuk ecsin proceset me interesin e përgjithshëm kolektiv, atëherë hapen debatet, hapet ballafaqimi. Po pra,
Edhe kështu zgjidhen çështjet Po pra në mënyrë profesionale. Edhe në drejtësi thuhet, kur fillon dalë drejta në sipërfaqe, kur kemi ballafaqim. E vërtet? Kur ka ballafaqim, gjithë problemi zgjidhet. Po. Tash pala Maqedonia si ushqen, thotë kjo është shteti jon, duhet ta ruajmë, duhet ta mbrojmë, dhe pala shqiptarë i themi ky shtet nuk u joni se s'ka asgjë për ne. E kuptoni, diametralisht kundërta. Unë ju garantoj gjithë u them, ky shteti është i joni përbashkët, duhet synojmë të jemi pjesë e sovranit dhe duhet ta ruajmë dhe ta mbrojmë çdo ditë, sepse të drejtat nuk jepen, nuk dhurohet, por edhe të kuptojmë dhe palën tjetër se s'ta japin gjë ato në ka dhënë neve Perëndia drejt. Vetëm i shohim si pengues, edhe ne do të kërkojmë këto janë drejtat. Ulemi, sqarohemi dhe jemi rregull. Njerëz jemi, do merremi vesh disi. Prof, nëse më lejohet edhe një pyetje në fund, pasi jeni profesor i drejtësisë, i të drejtës, si e definoni ju, çfarë është drejtësia për ju? Brenda këtyre decenjeve që unë kam përjetuar me argument, sepse jam jurist dhe duhet ta vërtetoj. Për 25 vite. Po, për 25 vite, Maqedonia asnjëherë nuk ka qenë e saktë dënimi dhe vërteta, që u adhuroj juve. Faleminderit shumë. Dhe ajo që e thon gjithë populli, e mbylli me një thënie, është pak trishtuese po e kam nga anketa. Thëtë në Maqedoni, përveç euros dhe vdekjes nuk të merr në duar njëri. Prandaj themi drejtësinë e kam pranguar. Shumë të bukura. Faleminderit shumë profesor. To është definicioni i drejtësisë, ja u droni. Faleminderit shumë profesor edhe çerdhët, faleminderit edhe për librat që lexojmë të gjithë shqiptarët, të gjithë qytetarët, besoj që do na ndihmojnë shumë. Faleminderit, juve suksese. Ky është Troç për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe i tham fjalët ashtu siç janë.